Serbia një ditë mbron një propagandë, një ditë një tjetër dhe tani edhe vetë propaganda e saj është në disproporcion me vetë propagandën e tyre, pra nuk është e koordinuar si duhet mjaftueshëm për shkak se kanë filluar nga gënjeshtrat e mëdha ta humbin edhe koordinimin e vet dhe ata madje patën në një deklaratë që kjo bie ndesh me rezolutën 1244. Rezoluta 1244 është e vërtetë që tashme, domethënë, nuk ka ndonjë pengesë për në marrëdhënien ndërkombëtare për shkak se është integruar brenda Prokuratës së Republikës së Kosovës dhe ka një vendim të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për çështjen e Kosovës mbi shpalljen e pavarësisë. Me vetë kërkesën e Serbisë, ata vazhdimisht bëjnë propaganda dhe kërkesat të cilat janë të palogjikshme dhe shprehin frikat e panevojshme për ta mbrojtur vetveten e kriminalitetin e tyre, sepse vetë Petković në të aftëshuar zyra për Kosovën, që udhëheq ai dhe gjithë regjimi Vučićit, të cilët e përkrahin listën serbe, ku ne dim që nga lista serbe kanë rrjedhur terroristë i llojit Veselinovićit, Radojčićit, të cilët kanë bërë sulme terroriste kundër Kosovës dhe shumica prej tyre, rreth 22 persona janë në listën e zëjës të Shtetit të Bashkuara të Amerikës.